Edhe sa herë që forcohet martesa, ndodh e dyta. E ditë cili është e dyta? E dyta, sa herë që bëjmë këtë gjërat e vogla, ndodh që mbushet depozita. Martesa është si depozit bankare. Apo s'është fillim muajit tash. E keni marrë? Unë e marr amiku gjysma. Shiko, është martesa është si depozit bankare. Depozita bankare ka dy gjëra. Hedh lek, merr lek. Këto dy gjëra mund bësh. Ose po ka vetëm dy veprime. Ose hedh, ose tërheq. Që i bie sa herë që bën diçka për të. Ti po hedh. Sa herë që bën diçka për gruan ose për burrin, ti po hedh te llogaria. Sa herë që i thua një fjalë të mirë, kompliment, ti po hedh. Sa herë që lutesh për të, sa herë që ndihmon, sa herë që po mundohesh ta kuptosh, sa herë kaloni gjithë të gjërat, çanot, ti po hedh ke depozita. Edhe po mbushet. Edhe sa herë që ndërton kujtimet bukura me burrin, me gruan të shtëpia, diku, date night, apo çfarë lloj gjë, janë gjëra që e mbushin depozitën. Qëllimisht mbushe depozitën. Ka shumë gjasa gjysma prej nesh akoma e kanë nevojshme ti thua depozit bankare ose nuk lidh mirë. Depozitën e ujit. Akoma i kemi shtëpi me depozit ujit, pak në nga fresko. Është nami zi po s'pati ujë. Edhe është e njëjta gjë, imagjino mos kesh ujë në shtëpi. Edhe ne thosh, po pse s'kemi ujë në shtëpi? Po sepse as ti asun sa hapëm robinetin, ngeli depozita poshtë. Edhe në herë e njëjta gjë në martesë. Ore pse s'kemi ne gjë të mirë, pse po grindemi? Sepse as nisë ka marrë mundimi me hudh në i gjoti. Edhe me bo diçka të mirë. Kurse tërheqjet janë mot kollajta. Sa herë që e lëndon tjetrin me fjalë, sa herë që grindi dhe nuk sqaroheni shpejt, edhe sa herë që lë pas dore romancën, sa herë që nuk kërkon falje, edhe sa herë që shton dozën e kritikës edhe nuk bën komplimente, gjitha këto janë tërheqje. Janë tërheqje. Tërheqje. Po nëse ka më shumë tërheqje se sa depozitim, çfarë? Shterohet. Shkon balanca juaj është 0-0. Edhe ti merr çfarë? Vetëm i faturë. Vetëm dela e faturë aty, nuk dela si lekte ajo gjëja. Kështu që pyetje për personat e lidhur, të fejuar apo të martuar. Kush është gati për këtë pyetje? A ke bërë më shumë depozitime apo tërheqje bankare këtë javë në marrëdhënien tënde? Dori, çka ke bëti Dor? Më shumë tërheqje, më shumë depozitime? Depozitime, ma i Dori nuk i dhe për Dorin aty. Fantastike, Dora. Kështu që 1 Korintasve, nëse ja ca këshilla praktike si mund të depozitosh gjëra, është 1 Korintasve është ky vargu kështu shumë i çuditshëm. Edhe ky është një varg që përdoret për martesë, por është shumë i kollajt për të lexuar, është shumë i vështirë për të zbatuar. O Dor, prisë sa fillova. 1 Korintasve 13:7 thotë kështu: Dashuria i duron të gjitha, beson të gjitha, shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Edhe është, ke parasysh, dashuria nuk mban llogari. Të hedh një unë se një ka hedhë kjo. Të hedh dy, jo, s'ka hedhë asgjë, askush s'ka hedhë asgjë. Ora nuk thotë kështu shkrimi. Shkrimi thotë i duron të gjitha, pavarësisht sa i tjetri është mistret apo nuk duron. I beson të gjitha, pavarësisht se ky tjetër rritu kontrollu telefonin gjithkohon. I shpreson të gjitha, edhe kur ky tjetër është i zymt, edhe është në stres, i mban çdo gjë. Edhe ky është varg për ta vutur këtë derë frigoriferit. Et na e kapi siu gjithkohës. Sepse është super varg për të mos heq dorë nga njëri tjetri, përveç me çfarë? Me shtute depozita. Me hedh diçka, me bë diçka për atë tjetrin. Edhe ja si thot Kolosianëve 3:13 vazhdon në këtë gjë, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, nëse dikush, nëse gruaja, nëse burri ankohet kundër partnerit, edhe sikur Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. O shok, për ti që se ke lexuar në herë Biblën, edhe të duken të reja këto fjalë, të vargje, Bibla ka parime revolucionare. Ka parime që ndoshta si ke dëgjuar në asnjë vend tjetër. Nuk janë shaka. Parimet e Biblës janë për të zbatuar nga ato që janë burra, nuk janë për çullavesh, për çullac, për gordhalaq.
Sepse ai thotë, shiko, dashuria i duron të gjitha. Jo, më kush duron këtë? Kjo 2 llave tigion. Kjo është më bet për burra. Kjo është më bet për burnesha. Nuk është, ai thotë, nuk jam parime për ato që viktimizojnë. Jam ka thonë mami, po zut një herë në dytë atë shtëpi, se ta ka mbrojt krevatin në dytë dhoma. Jo, kjo është gjë serioze. Kështu që shkrimi thotë, a u martove, a e deshe, a lidhët besën, lëri llafet. Ndërtoje këtë, ngrije, fuqizoje këtë gjën. Edhe pjesa e faljes, me që jemi me zëtarin a vloj gjaku dhe themi fjalën e fundit, fjalën e parë, pyetja ime do ishte kjo. Ore, a ke zgjedh ti besosh Krishtit? A e ke marrë faljen pa kushtet Krishtit? Edhe a ke kuptuar që ai të ka falë ty ashtu siç je, pa bëa si gjoti? Totalisht. Nëse e ke kuptuar këtë gjë, ai është modeli, bëj dhe ti të njëjtin gjë. Nëse ke zgjedh Krishtin dhe ke marrë faljen e tij, ti s'ke më opsione. Ti nuk ke më mundësi. Kujt do ta falë burrit, po kujt do të shoh herë. Të bo. Nuk ke opsione. Nëse ti ke njoh Krishtin dhe ke marrë faljen e tij, opsioni vetëm është ti fal ashtu si Krishti ka falë ty. Edhe falja ç'a bën? Shton depozitën. Shton depozitën, edhe mbushet depozita, edhe ka aty ç'a të marrësh, nëse është e mbushur. Prit një them një gjë të çuditshme për çiftet me fëmijë, edhe ka qenë e çuditshme për ne, edhe vende ka qenë e vështirë për të praktikuar për ne si shqiptar, për mua, për Adën, si çift i ri kur bë me kalamaj. Mos e bëj fëmijën qendër të familjes, qendër të jetës. Opa. Ka ne një që s'vi dakord me këtë? S'ka që mos e ngre dorën, se gjysma do ngre dorën. Mos e bëj fëmijën qendër të jetës. Nuk i bën mirë as fëmijës, nuk i bën mirë as çiftit. Edhe fëmija dëmtohet, sepse ai krijon idenë, unë jam qendra e botës. Unë shkoj ke teku, pos më bleu mami të gjëra të xhambo, unë shtrihem barkas. Edhe bërtasa u lëri pse? Unë jam shefi këtu. Nuk është Zamirmane këtu ke xhambo jam unë. Edhe ai pse? Sepse është ushqyer me këtë lëmëndësi e që ky është i pari, është qendra e gjithë familjes, e në njëjtën kohë dëmtohet edhe çifti. Edhe është jepu shumë dashuri kalamajve. Jepu shumë vëmendje kalamajve. Jepu shumë kujdes. Por let jetë e qartë, rrava, duj fort. Na herë kur ishin vegjël, doja aq fort sa doja të kafshoja ti haja. Se nuk dija çfarë si të japja më dashurinë, aq shumë i doja. Tash edhe i dua prapë se po rubi smarohet edhe më ëngër tash, është bërë shumë i madh. Por shiko, kur çunat e mi thonin diçka jo të hishme, gjë e parë që unë dhe Ado i thonim, shiko, kjo që the nuk e nderon Zotin. Nuk i tham, kjo që na tërprove, na nxive faqen, o malukat, o lugat, na nxive faqen ne si prindër e fisit tonë të gjithëve. Jo, së pari ti tregon atëherë, okay, së pari u ndero ka Zoti. Kur ne bëjmë një gjë ja fusim kot, së pari ne nuk nderojmë emrin e Zotit. Kështu që në gjëra të vogla jepi të kuptoj fëmia që shiko, së pari është Perëndia. Kur bëjmë një gjë të mirë ose jo një gjë të mirë, nderojmë emrin e Zotit ose nuk e nderojmë emrin e Zotit, pastaj është i prindi. Sepse është e di që kulturën tonë mund gjaj ashpër kjo gjë, po ky është rendi i dur. Rendi i dur do ishte ideal. I pari është Perëndia. Që do thotë? Ai dhe fjala e tij, çka ka thonë ai është autoritet. Edhe së dyti së dyti në rendin e duhur është burri, është gruaja, pastaj është fëmia. Të katërt çfarë? Të pesët jeni ju. Unë prapë ju du fort. Pa mërzeni të pesët. Dhe ka vend për gjithë, ka vend për gjithë. Por shiko, prandaj nxitja ime ky ishte rendi ideal. Shiko, edhe për këtë arsye, gjej kohë të rish me gruan, gjej kohë ta kultivosh. Mos thuaj po ku kam kohë për të me gruan. Gjithë natën çuni zgjut, apo goca. Gjithë ditën punë, gjithë kështu, gjithkohë të justifiku. E vërteta është, ne gjejmë kohë për gjëra që duam. Nëse kemi gjë që e kemi qef, që ja gjejmë kohën. Gjithë kohës ja gjejmë kohën. Që nëse po justifikohesh, tregon, ti thjesht nuk e quhet rëndësishme, nuk e ke bërë prioritet, se kohën do ja gjesh patjetër.
Pra, le të jetë prioritet, burri, gruaja së pari,